Të ngjatjeta, jemi në sezonin e 4 të podcastit Suzan me tema të reja, mysafire të reja edhe plot rrëfime të reja. Ky epizod është i realizuar me mbështetjen e projektit Mbështetje për shoqërinë civile në Kosovë, financuar nga Dukati i Madh i Luksemburgut dhe implementuar nga LuxDev, Agjencia e Luksemburgut në bashkëpunim zhvillimor. Ky projekt implementohet nga Kosovo 2.0. Shihemi pas gjys minute me një super musafire e ju mos harroni me na bo subscribe, like, follow, pse jo edhe comment. Ku fillon rrëfimi yt? Kjo është pyetja e parë, edhe ky është sezoni 4 i podcastit Suzan. Na përcjellni të premteve në të shtatë dhe rrjete sociale. Mirëmëngjesi të gjithëve që po na shihni në të shtatë apo na dëgjoni në shërbime streaming e rrjete sociale. Ky dhe epizodet e radhës podcastit Suzan janë pak më të veçanta. Suzan Podcast i ka pas afër 30 epizoda deri tash dhe kemi fol me gra të reja, gra të moshuara, artiste, juriste, gazetare, shkencëtare nga 4 anët e Kosovës e besa dhe Shqipnisë. Fokusi ka qenë, qysh e dini, rrëfimet e këtyre grave të veçanta dhe lagjet ku ato janë rrit. Por 4 epizodet e para kemi me fol për gratë të vërtetën dhe algoritmet apo qysh dezinformatat në kombinim me algoritmet e rrjeteve sociale po kanë impakt te gratë. E mysafire e jona sot është Hyrie Mehmeti, profesioniste e medias dhe komunikimit hulumtues, të ndikimit të inteligjencës artificiale dhe temave të reja që po ndikojnë në ekonomi, gazetari, politik, krejt fushat e jetës. Hyrie, mirë se erdhe në podcastin Suzan, në këtë kauqin e portokallët, ku kemi pas gra të veçanta nga të gjitha sferat e jetës, edhe gjithmonë muhabetin e kemi nis me një pyetje që neve na pëlqen shumë, është ku fillon rrëfimi yt? Ku e ki pas mahallën? Çfarë ndikimi ka pas mahalla në personin që je tash? Faleminderit shumë për ftesën, është shumë kënaqësi me qenë në këtë kauqin e portokallë që realisht ka pas shumë personazhe të cilat unë me qef i kom dëgju edhe kam pas rrëfime shumë interesante, shumë të mira. E kom prit këtë pyetje, edhe pse nuk e kom ditë shumë sigurt për shkak që sezoni i ri. Unë jam lind në Prishtinë, jam rrit në Prishtinë. Mahalla jam ka qenë Vellushat, domethënë ato që në Prishtinë janë bllokat. Shtëpinë kam pas atë është ende shtëpia e prindërvetëm. Kam përfundu shkollën fillore në Elena Gjik, shkollën e mesme Sami Frashi që kreti kom pas në mahall, po realisht arrindë nuk kom qenë as fëmijë që kom najt shumë mahall. Domethënë nuk është që kom dalë mëngjes edhe deri në mbrëmje, kom lujt me fëmijët e tjerë ose kom shpenzu kohën mahall. E kom pas shoqën e ngushtë mahall edhe na vazhdimisht kemi qenë të njëra tjetra, domethënë ose unë te ajo ose ajo te unë, edhe vazhdimisht në këtë mënyrë ka shku fëmijëria jam edhe pjesa jam në mahall, por realisht që kam pëlqen shumë, edhe është një histori shumë interesant. Është mahall shumë e qetë, edhe nuk është që dëgjon shumë zhurma ose janë njerëzit shumë të sjellshëm, edhe një kohë kur kemi dasht për me dalë me një banesë me qira, për me mujt me u ndërtu shtëpia e re, edhe kërkesa jone krejt fëmijëve ka qenë për prind veç mos na largon. Që ata e kanë pas një sfidë se u dasht me gjetë gjithçysh diçka shumë afër, që prapë përfundum te Bajram Kelmendi, te rruga Bajram Kelmendi, po pikërisht për këtë arsye, për shkak që mahalla për neve ka qenë edhe vazhdon me qenë shumë e mirë, dhe njerëz shumë të mirë, dhe e ka një qetësi shumë të mirë. Masi jemi te mahallat, ku përpara kemi lujt, jemi për labës, besa dhe jemi re ka pak, po diqysh na, millennials, jemi diqysh gjenerata e fundit që kemi
edhe pse ti the s'kom dalë shumë në mahall, po ke pas interakcion me njerëz në mahall. Tash ti ta gjenzijat edhe alfat nuk e kanë po kanë mahalla tjera, dyshysh, ase digjitale. Çka është rreziku më i madh që e prek shoqërinë tonë online? Është shumë e vërtetë, unë edhe tash thom fëmijët sot nuk e kanë nashta atë knatësinë që kemi përjetu na si fëmijë. Domethënë, na krejt ditën pavarësisht nëse mahall ose në shtëpi ose te dikush na kemi lujt krejt ditën ose më thonë kemi kalu koha shumë ma ndryshe si sa që e kalojnë fëmijët sot. Fëmijët sot janë shumë të ekspozuar ndaj pajisjeve teknologjike, telefon ose tableta të mençur ose çfarë do pajisje që mundën me përdor, edhe rreziqet janë shumë të mëdha. Në organizatën ku punoj, domethënë platforma për kontroll të fakteve Hibrid Info, vitin e kaluar kemi filluar me një seri të videove të quajtura Digital Sherlock. Më thonë ka qenë një nismë për me publiku videon cilat na tregojna një fenomen ose një rrezik që trinjt ose gjithë personat përgjithësi mundën me pas gjatë përdorimit të teknologjisë. Në anën tjetër, domethënë shërben si seri e videove për edukim medial ose për mënyrën si qysh me i kontrollu faktet. Edhe në një prej videove i kemi trajtu një hulumtim që është bo prej Universitetit të Stanfordit nëse nuk ka pajt, ku i paraqisim 22 rreziqet më të mëdha që janë trinjve gjatë përdorimit të internetit. Dhe këtu hyn pastaj bullizmi, hyn kontaktet e padëshirueshme me persona të panjohur ose ekspozimi ndaj përmbajtjeve të padëshirueshme, pastaj përmbajtje seksuale, të cilat shumë shpesh domethënë sidomos trinjt i binë në një fazë që mundën me u përballë me probleme të ndryshme. Po përveç këtyre, sot e shohim edhe një problem tjetër cilin përballen trinjt e që njihet si nomofobia, domethënë është ajo frika me met pa telefon. E kemi një shumë shpesh që thonë trinjt unë s'muj me najt pa telefon, ose s'kisha mujt kur me jetu me një vend që s'ka me pas internet. Edhe në ato raste kur domethënë veç përballen me këtë nomofobin është që i paraqiten qoftë djersitje të shpejta ose kapin si ankth ose dridhje të duarve. Më thonë kjo është forma edhe qysh mundën edhe prind me e vrejt nëse fëmija vet është shumë i varur ndaj telefonit. Një tjetër fenomen që është kogja i përhapur njihet si FOMO. FOMO domethënë është fear of missing out. Ajo tuta që ty po t'hup diçka shumë e rëndësishme. Për shembull, shkoj me një festival dhe i sheh që krejt po postoj për festivalit dhe mendon që veç ti ke met në shtëpi. Edhe në një mënyrë kjo është po ndikon edhe në ato që na me hup identitetin ton online. Domethënë thjesht më paraqit dikush ose me tentu me pas një verzion më perfekt të vetës, po që realitet nuk je. Shumë shpesh varet prej asaj na i shohim trit postojnë diçka dhe mas një periudhë shumë të shkurtë e shijim, pse se nuk marrë shumë pëlqime ose nuk marrë shumë komente dhe thonë s'po veska. Me thonë ka shumë rreziqe të cilat përballen trit sot, këto janë vetëm disa, po që ka ende edhe cilat janë realisht shumë serioze. E qysh mundet një përdorues i internetit sot me kuptu çka është informat e çka është dezinformat? Realisht ajo çka duhet me bo si cili përdorues është thjesht me u nal një herë edhe me pa përmbajtjen mirë. Domethënë shumë shpesh ndodh që na e shohim me një si përmbajtjen edhe shpërndajmë të tjerë pa e ditë a është e vërtet, a ka burime. Na e kemi pas sot edhe mënyrën si qysh shpërndahen informata, po në anën tjetër nuk është që këto informata gjithmonë shpërndahen veç prej mediave. Shkak që po kemi llogaritë shumë të rrjetet sociale, cilat nuk dihet prej kujt krijohen, nuk dihet kush po i shpërndan, po e dim që është një qëllim i caktuar mbrapa. Qysh mundon me dallu është thjesht e para me u ndal, me pa përmbajtjen mirë, me pa ka burime të besueshme, cilat ti mundesh me i marrë si kredibile. Në anën tjetër nëse sheh një informatë që është publiku nashta prej një llogarie ose prej një mediumi që shumë rrallt ka ra me pa ose me ndi, me pa nëse është publiku edhe në mediume cilat janë zyrtare dhe mediume cilat janë realisht shumë të besueshme. Për që më dhem shpirti është që fatkeqësisht AI ka fillu edhe me ndiku shumë edhe në art edhe në kulturë, kiq tash muzikë të bo me 100% me AI, as ka zo të këngëtarit, as ka instrumente njerëzore. E ty cilla këngë të pëlqen kështu me shpirt pa AI?
shqip me qenë, që në dëgjon, edhe që i kështë pas qef me do me neve. Dëgjoj muzikë shqip. Më thonë, normalisht dëgjoj edhe muzikë anglisht. Goxha shumë, turqisht her pas here, po shqip dëgjoj. Është një këngë e cila unë e kom dëgju edhe para se me dalë dhe realisht është një histori shumë personale. Është rrëfimi për dy persona cilët kanë ndru jetë. Është për jetë e Hana Cakullit, edhe ndoshta pse përveç pjesës që është shumë histori, edhe cilën e kam shumë të afërt, po në anën tjetër është e bukur edhe e dhëmshme në të njëjtën kohë. Krejt na cilë kemi humbur një person mundemi me gjetë veten në ato fjalë. Kështu që është një këngë cilën jashtëzakonisht shpesh e dëgjoj, kur jam vetë për shkak që ndoshta përjetimet ose kur nuk do me pa tjerë në përjetime tilla, po që realisht përjetë Hana Cakullit. Po, e kom ka ra me ngu gjatë verës që shkoj. E jemja, ku do je dashnia ka me t'prek. Ku do je dashnia jem ka me t'qet. Se pak po emocionova me qitë këngë. Po kthehemi te kjo tema e AI-it, që është kogja e rëndësishme, edhe ju në organizatën e juaj në Hibrid e keni bu një studim shumë interesant për përhapjen e narrativave përmes chatbotëve që i bjen që është sigurisht ChatGPT, edhe që sot krejt përdorim për gjithçka, prej këshillave për frajera, te dorkat, receptat e dorkave, truket qysh mu ly, po du me t'vet sa janë të besueshme përgjigjet e shërbimeve në ChatGPT. Nëse kom mendu vetë që janë të besueshme, realisht nuk janë. Unë prej momentit kur e kom fillu këtë hulumtim bashkë me ekipin, i cili realisht na ka bo shumë krenar gjithve në aspektin që po merrnin vlerësim në nivel ndërkombëtar. Edhe madje edhe kur është prezantuar edhe në Parlamentin Evropian në një konferencë nivelit lartë që është bo prej Parlamentit Evropian, EFCSNS dhe EDMOS, ka marrë që shumë komente të mira, edhe është kërku edhe prej anëtarëve të Parlamentit Evropian për pjesën kudo që është përmend Evropa ose zgjerimi i Evropës në përgjithësi me shtetet të Ballkanit Perëndimor. Realisht nuk janë të besueshme, edhe kjo faktikisht është vërtetu prej disa gjetjeve që i ka raporti. Raporti është unik, është i vetmi në rajon, në Ballkan edhe ndër të parë në botë, edhe bën një krahasim të 3 temave specifike për cilat i kemi bo 100 pyetje. Më thonë, kemi bo 34 pyetje për Kosovën, 34 për Ballkanin Perëndimor edhe 32 një krahasim me çështje globale. Edhe kemi analizu përgjigjet në 3 chatbot. Kemi dashur mi pas 3 perspektiva ndryshme. ChatGPT që është prej Amerikës, DeepSeek Chat që është prej Kinës, edhe Alice që është prej Rusisë. Çka ka ndodhur është që DeepSeek Chat edhe ChatGPT kanë dalë paktën ma të parafërta me rezultate, ma të sakta në përgjigje, pavarësisht që edhe nëse kanë një përgjigje në sakt brenda përgjigjes si kanë pas, me thonë ashtu fjalë ose kanë dashur një edhe një kuptim tjetër përgjigjes, përderisa Alice e Rusisë na ka surprizu, prej 100 pyetjeve ka refuzuar me u përgjigj në 8. Edhe ato në me arsye që s'kam shumë informata, nuk po du më përgjigj ose diçka të tillë, e që realisht kanë qenë pyetje që janë lidhë me Ukrainën, me Krimean specifikisht ose krahasimet që janë bo me Kosovën, përveç në rastin e Ballkanit Perëndimor që ka refuzuar më përgjigj në një pyetje që është a ka paradat krenarisë në vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe ka refuzuar me u përgjigj, e din për shkak të politikave. Një pjesë e dytë e raportit që realisht është pjesa jame më e preferume, na kemi bu një eksperiment në vendet e Ballkanit Perëndimor, e kemi dëgju shumë shpesh thojnë
Nashta përgjigjet mundën me ndryshu prej vend në vend. Nëse unë e pyes prej Kosovës, më i me marrë një përgjigje, dikush prej Shqipërisë një përgjigje tjetër, edhe kemi vendosur me testuj, kemi kërku prej kolegëve cilët edhe miqve që i kemi në rajonin e Ballkanit Perëndimor, kemi ndarë 3 pyetje, nga një për secilën temë specifike, edhe ju kemi kërku që ata prej atje me hi në këto chat bote edhe me i bo përgjigjet. Edhe ka qenë shumë interesant se realisht dallon përgjigja prej vendit vend, pa marrë parasysh që është pronti ose ajo pyetja është buk komplet e njëjtë, është copy paste. Interesant është që shpesh ndrojnë edhe gjuhën, për shembull ellës e Rusisë në Serbi është përgjigj komplet në rusisht, pavarësisht që pyetjet i ka pas në anglisht. Këtu është përgjigj në anglisht, po për shembull ka refuzuar me u përgjigj në këtë pyetjen Krimea është pjesë e Ukrainës ose Rusisë. Ose edhe në Bosnjë Hercegovinë dhe Maqedoni të Veriut në këtë pyetjen e tretë ka refuzuar është përgjigj në rusisht realisht. Kështu që ka pas gjetje shumë interesante, të cilat ndër tjera është edhe e kemi kqyr edhe ngjajshmërinë semantike. Edhe çka ka ndodhur është që normalisht ato kqyren sa të prafërta janë fjalë që po turren në përgjigje. Po në anën tjetër, ta zonë përqindjet kanë dalë larta në krahasimet mes Kosovës edhe Serbisë, edhe Serbisë edhe Bosnjës Hercegovinës, kur e dim na që të paktën në qëndrime historike ose kulturore ka dallim jashtëzakonisht të madh. Domethënë është edhe një pasqyrë tjetër e gjetjeve të raportit. E cila janë rreziqet e ChatGPT-s që godosin direkt gratë, sipas hulumtimit t'juaj? Realisht, hulumtimi nuk është që është specifiku realisht për gratë ose burrat, domethënë ka qenë për këto çështje më të ndjeshme. Çfarë do informate që ti kërkon prej këtyre chatbotëve nuk duhesh me marrë si të vërtetë. Çka është shumë interesant Alind është që edhe prej sa hulumtime më herët, po edhe te raporti jon, na kemi pretenduar me marrë gjuhën shumë neutrale, për shkak që edhe na i trajnojmë çdo modele. Domethënë, çka do që ti ose shkrujmë në këto chatbote, automatikisht këto modele trajnohen. Edhe nëse ti për shembull e ke pyet për një informacion ta zojmë për lule, që shmijujt lule, edhe ta ka jap një përgjigje, edhe ti ke thonë, po nuk ka që ashtu se nuk po m'bën. Automatikisht ai merr ato informata dhe nëse unë e pyes që ato nuk kam më jap si përgjigje, kam më jap diçka tjetër, se po që ajo ka qenë e gabuar. A ma mirë është me qenë kështu i sjellshëm, a me qenë pak rude, që thot AI? Veç drejt për drejt. Veç drejt për drejt. Veç drejt për drejt. Nuk ka nevojë domethënë me përdor asnjë anem, as shumë të sjellshëm as me këpon. Nashta me përdor një gjumë ato është po sa më drejt për drejt, sa më urdhërues strikt që jena që dën me kërku, që gjasat për me marrë më të saktë më të mëdha. Pak e frikshme krejt kjo temë, e sidomos për shoqëninë e cila ka kështu shpërndarje të lartë të internetit, po ka lexueshmëria dhe kuptueshmëria sipas testeve PISA është pak si ma poshtë. Sa mundet me konë dezinformata e rrezikshme për shoqëninë tonë? Jashtëzakonisht shumë e rrezikshme, për shkak që shpesh nuk mendon edhe pasojat cilat mundet me i sjell një dezinformat. Hala më e rrezikshme është kur ka të bëjë me çështje shumë madhore. Dhe na e dim që dezinformatat ose çfarë do forma tjetër shpjegullimit informativ shpërndahen shumë më shumë gjatë kohës kur ka zhvillime, qoftë politike ose zhvillime tjera që konsiderohen shumë më të mëdha. Për shembull gjatë zgjedhjeve rritet shumë i lajmeve trame, i dezinformatave ose i teorive konspirative ose përmbajtjeve të krijuara me AI. Domethënë çfarë do zhvillime që mundet me pas që konsiderohen shumë më të rëndësishme, rritet shumë më shumë numri. Edhe janë të rrezikshme për shkak që shpesh derisa të vërtetohet nashta që është dezinformat ose është lajm i rrem, diçse është kryer ajo qëllimi që e ka pas kushdo që e shpërndan. Edhe na e dim që lajmin e keq e marrim parën ose lajmin e rrem e marrim parën, po nuk themi edhe me pa edhe një herë do që postohen për një me ka qenë rrën, ose na shpërndajnë shumë shpesh, ose kjo është një prej rreziqeve shumë të mëdha që shumë ma shpejt shpërndahen se sa lajmet e rreme se sa që shpërndahen pastaj ndoshta e vërteta ose ato që konfirmohen ose kontrollohen faktet të treguar që ka qenë lajm i rrem ose dezinformatë ose çfarë forme tjetër.
Është edhe një problem tjetër deepfakes, që folëm pak ma herët për këtë manipulimin e fotografive për përmbajtje shpesh seksuale e besa dhe shantazheve ndaj grave. Sa është i përhapun ky fenomen i tmerrshëm në venin tonë? Fatkeqësisht, kjo është në rritje globalisht, e që prek edhe Kosovën. Nuk është që kam naj numër ose naj statistikë cilën kisha mujt me thonë që qëkaq përqen ose qëkaq është numri që i grave ose vajzave të reja që jenë të prekura për këtyre fenomeneve. Po ajo që ka muj me thonë është që realisht ndoshta me ju referu si dhunë digjitale, dhuna digjitale është jashtëzakonisht në rritje, edhe është një trend, një rrezik shumë i madh për shkak që shumë shpesh nuk e din edhe qysh mu trajtu ose kanë me mbajt për qec. Që ka ndodhë shpesh për shembull është që merren fotografi të grave ose të vajzave të reja, pavarësisht nëse nuk publikohen nëpër faqe të cilat janë në Kosovë, po merren fotografi të grave të vajzave të reja që janë edhe të Kosovës edhe publikohen nëpër faqe të ndryshme në rrjete sociale, shumë Facebook ose çfarëdo rrjeti tjetër social për qëllime të ndryshme. Shumë shpesh domethënë mundesh me pa postime kërkoj lidhje serioze dhe pastaj nisin edhe publikohen fotografi të cilat janë persona real. Edhe krejt kjo bëhet me qëllim për me denigru, domethënë gruan ose vajzën e re në këtë rast, ose thjesht edhe për qëllime financiare. Në anën tjetër pastaj e shohin që bën manipulime shumë të mëdha edhe me përmendet të deepfakes. Merren bëhen përbajtje të cilat nuk ekzistojnë, po thjesht për një qëllim caktuar, qoftë me ujë një person ose me përfitu diçka financiare. Ashtu se na po e shohim kohët e fundit nëse një gru ose një vajzë e re bëhet e famshme, automatikisht na shohim çet shumë përmbajtje për të që ndoshta edhe nuk ekzistojnë. Ose ai mendimi i njerëzve shumë shpesh me pa dikon prej personave publik qift, edhe veç i shetin nëpër krejt rrjetet sociale që publikojnë imazhe gjeneruar me AI, që kishin mujt me unë tokë si të martum ose që kishin mujt me i pas edhe fëmijë që kishin mujt me tokë, kështu që është shumë e frekshme, po edhe është shumë e vështirë realisht edhe me luftu si dukuri, po kjo është diçka që na takon krejt neve si shoqëri, nuk është që mundemi me prit. Të bojmë një pauzë të vogël edhe kthehem prapë, ju mos harroni me na bu subscribe, like, share e të shihemi. Gjatë 5 viteve të fundit ke qenë edhe ligjëruese në departamentin e gazetarisë në UP. Qysh po të duken gjeneratat e reja studentëve të krahasuar me gazetarë që tashmë janë të etabluar? Qa është dallimi, qysh peshete me këto informata dhe këto tools që i kanë tash në përdor? Realisht, ligjërimi është një punë që e du jashtëzakonisht shumë, edhe e bëj me shumë qef. Ndryshime ka kogja, sado që e sheh ndoshta një anë të kisha me thonë dembelis për me shkru ma shumë ose me tentu me qenë shumë ma kreativ, normalisht nuk është të krejt kjo, të një numër, po këtu i vëfaj edhe teknologjisë, shkak që realisht zhvillimi i teknologjisë e ka lehtësu shumë këtë pjesë, edhe one çka frigona shumë është që hup shumë ai kreativiteti që e kanë pas njerëz. Se edhe e ki qatë rahatin që mësohesh, po në anën tjetër ty po të kursen shumë kohë. Kështu janë shumë ma ndryshme, janë shumë ma të afërt. Realisht na si studentë kemi pas kogja një ndoshta ndroj, edhe nëse s'kemi diçka për me i pyet profesorat ose asistentat, ose nëse kemi punu diçka shumë, kemi thonë po e kryon e po e lodhna, po nuk po e pëse mundet me mendu që nuk po e di ose diçka të tillë. Sot nuk janë tillë, sot do me thonë pysen vazhdimisht, janë shumë kurreshtar, në anën tjetër janë edhe bashkëpunus në aspektin e orës, po do me thonë është kogja ndryshim i madh, janë shumë ato afërt, kanë shumë ma shumë pajisje, kanë shumë ma shumë mundësi për me arrit diçka jashtëzakonisht madhe, po që normalisht disa din me i shfrytzu, disa nuk din me i shfrytzu. Sot gazetarët janë bu kogja edhe influencera, të farë influencera janë bu, nështa që kanë nevojë për klikime, po
qysh me caktu qatë kufinin midis çka është gazetari edhe çka është zbavitje, entertainment? Shpesh përzihen sot fatkeqësisht, po normalisht kur gjë nuk mundet me zëvendësu ato çka është gazetari profesionale, sidomos na që jemi të profesionit, e dim edhe e shohim edhe kaniherë për një med dhem se qysh kaniherë do përmbajtje publikohen. Po qysh mundemi me bo dallimin, na e dim që sot shumica prej tyre dhe ndoshta varen prej klikimeve ose prej shpërndarjeve, prej komenteve. Na e dim edhe çështjen financiare të mediave sa shumë kam probleme në këtë aspekt. Edhe shumë shpesh domethënë klikimet, komentet, shpërndarjet i detyrojnë ata që me pas nashta përmbajtje shumë më senzacionale se sa që është informative. Kështu që po realisht duke i zbatu parimet e gazetarisë, tek ajo mundemi me vazhdu të një gazetari profesionale, po gjithmonë dallohet. Gazetaria profesionale me këto që sot njihet si argtus ose entertainment ose infotainment, definitivisht dallon shumë. E që ky kontenti që është na bombardu në TikTok-e, në Instagram-e, diqysh po ndikohemi prej algoritmave. Pastaj algoritmi jonë po ndikojmë njerëz tjerë që ka me lexu. Qysh mos me ra ngracë këtë algoritmit? Ajo është pak e vështirë, po duhet me bo një balans, kisha me thonë, edhe të burimeve dhe të faqeve cilat i ndjekim edhe krejt. E këpo ka njerë shumë e frekshme që folim për diçka në momenti që him rrjete sociale neve na u shfaqen oferta ose çka do. Ajo është algoritmi. Pak të fillu me ndodhë që kësen, pak ja nisi një farë droje, do konspiracione. E frekshme, realisht. Tash ja ka nisë mu bo fani, tash nuk me di dhe halo mundet me qenë kogja e frekshme, se tash ka nisë mu bo qesharake, se dim halo çka ka masaj. Kjo është interesant se për shembull edhe njerëz mes vete, për shembull nëse unë edhe ti flasim për tema shumë të njëjta ose shumë shpesh takoheme, edhe algoritmet tona vazhdojnë me qenë pastaj goxha të njëjta. Edhe shumë shpesh ta bëj Arlindit prej Facebookut tam ose prej rrjetit tam social. Është shumë problem në aspektin për shkak që çka do që na pëlqen, çka do që na ndjekim, automatikisht ruhen edhe algoritmet ty të shfaqin sa më shumë përmbajtje të tilla. Domethënë një fluske informacionit që hym në ta. E qysh mundemi me dalë është gjithmonë të e bo një balans. Duhet, nëse e shohim një përmbajtje, me pa të dyan, me pa edhe përmbajtje cilat munden me qenë të kundërta prej tyre, me pa ma shumë se një burim, do me thonë disa burime, për me mujt me arrit atë balancën edhe algoritmi ty me të shfaq, do me thonë përmbajtje prej të dyanëve dhe pastaj ti me vendos cilën e merr më të mirë qenë ose jo. Po definitivisht duhet me pa sa ma shumë burime, duhet me pa sa ma shumë përmbajtje cilat munden me të shfaq perspektiva ndryshme. Hyre na ka dale, mretëm në fund, këtë tim e gjonë, ama musafirën e fatëm impresive, kështu që kemi me bashkangjit linkun e studimit tënd, të cilin e kom lexu me shumë tuta, po në fund që adeshta me të pyet është diçka pak ma pozitive. Qikat e reja, për shembull, gjeneratat e reja, çfarë profesione për shembull, çfarë drejtime akademike ish dasht qikat ish dasht me përcjell qikat që me gjetë punë mas 5 vjete, 10 vjete, kur ndikimi i ajt e ka plakos këtë botën. Kur po flasim për AI nuk është veç aspekti negativ, do me thonë, do me pas shumë parasysh që AI na ka lehtësu jetën. Kështu që çka une kisha preferu shumë ma shumë, nashta jo me zgjedh profesion specifik, diçka që mundet me qenë shumë atë përafërt qoftë me inteligjencë artificiale, komunikim strategjik ose me kontroll të fakteve ose diçka të tillë.
po çka kisha sugjeru shumë është që me tentu me bo nashta një kombinim të inteligjencës artificiale me ndimet kritik edhe kreativitetit. Me thonë, mos me leju që inteligjenca artificiale me ta humbë edhe mendimin kritik edhe kreativitetin. Momentin që i bashkon këto trija, definitivisht në secilin profesion ti mundesh me i përdor. Kërkush ka me t'nal. Absolut. Ase jo, që është që të ndihmon jashtëzakonisht me u zhvillu shumë profesionalisht. Tepër ke bukur që kjo fjalia për me përmbyll që të podcast shumë do me thënë, se dhone tepër se në mësova, e na e patëm qaq, e ju mos harroni me na këshyr në të 7, po mundeni me na pa ma vonë edhe në YouTube, Spotify, rrjete sociale, edhe në fund na ju dojmë, ju e dini. Ku fillon rrëfimi yt? Kjo është pyetja e parë, edhe ky është sezoni 4 i podcastit Suzan.